sot është 29 nëntori dhe unë e quaj ditë turpi. Nëse në vërezat e dëshmorëve do të vinë ishë veteranët e UÇK-s dhe këta veteranët që jetojnë akoma. Ata të UÇK-s do të thonë që neve luftuam, po kur na erdhën gjermanët, italianët, amerikanët për ta çliruar, nuk i vravëm. Po juve pse i vrat? Se nëse nuk do të kishit vrarë, ndoshta do të ishim të bashkuar. Pra këtu është qelsi i zi i turpit tonë të historisë. 29 nëntori është dita e pushtimit të Shqipërisë. Dhe fatkeqësisht nuk kemi një studim historik ekonomik për dëmet, krimet që komunizmi ka bërë dhe pasojat e tij. Nëse do të botohet kjo, sigurisht do të mbesi në arkiva se mendjen e shqiptarit e kanë shkatruar, e kanë denigruar, dhe sado që Edi Rama del Kuriq dhe me harta në duar të shesi akoma e veriun e Dadanis me Arshim Thaçin, përsëri ata quhen heronj. Sazili kanë grekët dhe serbët, se atyreve që shesin interesat e tyre, ta dheut, si Zoran Gjinxhiçi përfundojnë.